Të përshëndes Arnold, një operacion i shtrirë në territor, por edhe në kohë, i finalizuar ditën e sotme nga autoritetet italiane, të cilat kanë bashkëpunuar edhe me drejtësinë shqiptare, përkatësisht Prokurorinë e Posaçme dhe Byron Kombëtare të Hetimit, që janë marrë me ekzekutimin e disa urdhër arresteve ndaj personave që kishte dyshime apo ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo çfarë mund të evidentojmë në krye të herës ka të bëjë me faktin se sikurse në shumë operacione të organeve të drejtësisë për goditjen e organizatave kriminale që merren kryesisht me trafikimin e lëndëve të forta narkotike apo edhe të përfshirë në krime kundër jetës me pasoja fatale për jetë njerëzish, rezulton të përfshirë oficer të policisë së shtetit. Edhe në këtë rast, një prej të arrestuarve është pikërisht një oficer i antiterrorit, i shkëputur nga funksioni i tij prej 3 muajsh për shkak se ndjek një trajnim disa mujor në Akademinë e Sigurisë, vend në të cilin i është bërë e ditur dhe e njohur edhe masa e sigurisë arrest në burg lëshuar ndaj tij dhe është vendosur shoqërimi i tij në polici për verifikimet përkatëse. Bëhet fjalë për ish punonjësin e forcave operacionale të policisë që kishte punuar për një farë kohe në shërbimet e antiterrorit, një drejtori më vete të policisë së shtetit, Igli Haxhiaj, i cili akuzohet si lidhur me grupin e goditur nga SPAK me palën italiane, dyshohet për disa vepra penale që kanë të bëjnë me nxjerrje të sekretit hetimor, korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ndërkohë që koha kur dyshohet se shkryer vepra penale, të cilat citova më sipër, kanë të bëjnë me periudhën kur shërbente në forcën operacionale, që njihet edhe si forca e ekzekutimit të vendimeve të gjykatave apo e ndërhyrjeve të policisë në raste specifike dhe që në shumë raste informacioni në duart të tyre është 100% i saktë, me sa duket të shfrytzuar nga grupet kriminale për tu rekrutuar dhe për dhënë informacion rreth interesave të tyre mbi trafikimin e lëndëve të forta narkotike. Në këtë pikë 130 kg kokainë me vlerë rreth 1 milion euro u sekuestruan nga Guardia di Finanza në Romë dhe banda drejtohej nga një shqiptar që jeton në Holland. Janë 8 ose 10 persona të arrestuar, ndërkohë që hetimi u krye nga autoritetet italiane të drejtësisë që vunë në lëvizje edhe autoritetet shqiptare. Ka dyshime se një pjesë e provave dhe të dhënave janë përftuar pikërisht nga materialet e transkriptuara përmes aplikacionit të koduar Sky ACC. Ndërkohë që celula operative, thot organi hetues italian që kanë ndarë edhe një komunikat për mediat, ndodhi në Romë dhe shpërndarja e drogës bëhej në lagjet kryesore të kryeqytetit italian. Në këtë qytet grupi kishte ngritur një celulë të specializuar që merrej me pranimin e ngarkesave të ardhura nga korrierët, ruajtjen e drogës në depo të